خير من خلق الإله ومن ضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Të nderuar vëllezër, motra dhe miq, ju përshëndes të gjithëve me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja qoftë mbi ju dhe mëshira e Allahut dhe bekimet e tij. Jemi në vazhdim të zhvillimit të projektit të librave. Jemi në trajtimin e lëndës gjuhës arabe dhe më konkretisht në përkthimin e librit që trajton analizën gjuhësore të Kuranit. Libër të cilin e kemi përkthyer titullin e tij, Specifikimi i imët në analizën gjuhësore të ajeteve të shpalljes. Dhe në arabisht quhet At-Tafsil fi i'rab ayat at-tanzil. Kemi trajtuar një pjesë të hyrjes deri në këtë moment dhe në këtë video në vazhdim të playlistës do të zhvillojmë pjesën e dytë të njëjtës hyrje. Thot autori: Yanbaghi an nushira ila ta'ifatin min al-musannafat allati i'tamadat masadira wa usulan li hadha al-kitab. Duhet të vëmë në dukje një grup veprash shkencore nga të cilat janë mbështetur burimet dhe themelet për këtë libër. Famin kutub i'rab al-Quran raja'na ila kitab at-Tibyan fi i'rab al-Quran lil-Ubkari wa mushkil i'rab al-Quran li Makki ibn Abi Talib wal-Bayan fi gharib i'rab al-Quran li ibn al-Ambari wal-Farid fi i'rab al-Quran al-Majid lil-Hamadani wa ghayriha. Nga librat e analizës gjuhësore të Kuranit, jemi kthyer te libri At-Tibyan fi i'rab al-Quran i autorit al-Ukbari, Mushkil i'rab al-Quran i autorit Makki ibn Abi Talib, Al-Bayan fi gharib i'rab al-Quran i autorit Ibn al-Ambari dhe Al-Farid fi i'rab al-Quran al-Majid i Hamadhanit, si dhe vepra të tjera. ورجعنا إلى كتب التفسير ومنها الكشاف للزمخشري والبحر المحيط لأبي حيان الأندلسي والدر المصون للسمين الحلبي والمحرر الوجيز لابن عطية وتفسير الفخر الرازي مفاتيح الغيب وكتاب البيان لأبي جعفر الطوسي والتفسير البيضاوي وحاشية الشهاب عليه ومعاني القرآن للفراء وكذا الأخفش والزجاج وتفسير أبي السعود كما رجعنا إلى حاشية الجمل على الجلالين ثم تفسير العلامة أبي السعود وفتح القدير للشوكاني وغيرها. Po ashtu ju referuam librave të tefsirit, ndërta libri me titull Al-Kashaf i Zamakhshariut, Al-Bahru al-Muhit i Abi Hayyan al-Andalusit, Ad-Durr al-Masun i Samin al-Halabi, Al-Muharrar al-Wajiz i Ibn Atiyas, tefsiri i Fakhruddin Razit, Mafatih al-Ghaib, libri Al-Bayan i Abu Ja'far at-Tusit, libri i Al-Baydawit dhe shënimi i Ash-Shihabit mbi ta, Maani al-Quran i Al-Farrait, si dhe vepra e Al-Akhfash dhe Zajjajit, tefsiri i Busuudit, dhe po ashtu ju referuam shënimit të El-Gjemelit mbi Xhelalejnin, pra që është një lloj komenti shtesë, pastaj sërish tefsirit të dietarit e Busuud dhe veprës Fathul Qadir, që sërish bën pjesë e tefsiri i Sheukanit dhe vepra të tjera. Wa amma ma urida lana min al-qira'at فقد أخذنا فيها على معجم القراءات الذي وضعه عبد اللطيف الخطيب ففيه التخريج وذكر المراجع وفصل القول فيها. Sa i përket leximeve kuranore që na janë paraqitur, ne jemi mbështetur në fjalorin e leximeve kuranore të përpiluar nga Abdul Latif el-Khatib, i cili përmban burimin e transmetimit, përmendjen e referencave dhe shtjellimin e hollësishëm të tyre.
وللشاهد القرآني وتوجيه إعرابه مكان مذكور في مصادر النحو العربي، وقد حملنا ذلك على دراسة أهم هذه المصادر فيما نحن بصدده من إعراب أو توجيه أو تحرير خلاف، وكان من بينها. Kështu, thot autori, dëshmia kuranore dhe drejtimi i analizës gjuhësore të saj zën një vend të njohur në burimet e gramatikës arabe. Kjo na shtyu të studiojmë më të rëndësishmet prej këtyre burimeve në çështjet që trajtojmë, qoftë në i'rab, që është kjo që ne kemi përkthyer si analizë gjuhësore, në drejtimin gramatikor apo në sqarimin e mospajtimeve, ndër këto burime përfshihen Mughni al-Labib li Ibn Hisham al-Ansari والجنى الداني للمرادي وإعراب القرآن المنسوب إلى الزجاج وكتاب سيبويه والخزانة للبغدادي والمقتضب للمبرد والمغرب لابن عصفور وهمع الهوامع للسيوطي وغيرها. Për këtyre librave pra përmenden Mughni al-Labib i Ibn Hisham al-Ansarit, الجناء الداني i Muradit, إعراب القرآن që i atribuohet Zexhaxhit, libri i Sibewayhit, që është nga dietarët më të mëdhenj të gjuhës arabe, El Khizane i El Baghdadit, El Muqtadab i El Mubarrid, El Mughrib i Ibn Asfurit, Ham El Hawami i Suyutit dhe të tjera. ويجد القارئ إن شاء الله تعالى في ثبت المصادر min dhalika ghinan wa kifaya. Lexuesi me lejen e Allahut të lartësuar do të gjejë në regjistrin e burimeve mjaftueshmëri dhe pasuri të plot. Mund ta përkthejmë ndryshe fjalën ghinan si pavarësi, pra të qenurit i panevojshëm për diçka shtesë. والآن لعلنا بما توخيناه من غايات وبما سميناه من مصادر نكون قد استصفينا خلاصة ما أردناه لكتابنا أن يكون. Tani ndoshta me qëllimet që kemi synuar dhe me burimet që kemi përmendur, kemi arritur të përzgjedhim thelbin e asaj që kemi dashur të jetë në librin ton. ولقد فصلنا الكتاب على 30 جزءا بعدد أجزاء القرآن المجيد. Librin e kemi ndarë në 30 vëllime sipas numrit të pjesëve të Kuranit fisnik. Tu autori ka për qëllim ato që në gjuhën arabe dhe në terminologjinë fetare sheriatike ne i quajmë xhuz. Xhuz në gjuhën arabe do thotë pjesë dhe Kurani ndahet në 30 pjesë dhe në këtë lloj forme studiohet dhe memorizohet dhe në analogji me këtë edhe autori ka marrë secilën prej pjesëve dhe ka shndërruar në një vëllim. Por në botimin që ne kemi ilustruar tek videoja e parë i kemi vëllimet 2 nga 2 të bashkuara. Në kuptimin që një libër prej atyre që kemi në librari është i barabartë me 2 vëllime nga ato që ka shkruar autori në origjinal. Dhe kjo është kryesisht për kursimin e numrit të librave që do të jenë pjesë e serisë. Pra është më e thjeshtë kur ke më pak libra brenda një serie dhe i ke më të ngjeshur sesa kur i ke të gjithë duke qenë libra shumë të vegjël. Pra përmbajtja është e njëjtë, por se sasia ose numri i librave është më i vogël. Më pas. ونرجو إن شاء الله ألا نخيل فيما قرأناه وعرضناه وأن يجدوا من بادئ الأمر تصديق الذي بين أيديهم وتفصيل كل شيء وأن يطرد الباب في الأجزاء المتوالية على وتيرة واحدة. Shpresojmë me lejen e Allahut që të mos kemi mangësi në atë që kemi lexuar dhe paraqitur dhe që lexuesit që në fillim të gjejnë vërtetësinë e asaj që kanë në duar, shpjegimin e çdo çështje dhe që trajtimi të vijojë në pjesët pasuese me të njëjtin ritëm dhe metodë. ولقد أمضينا العمل في هذا السفر على ما رسمناه له ونجعل همنا هذا ولم نتعقب ما ورد في كتب المعاصرين من نقد أو تخطئة أو تعليق
وإن كان الأمر مستحقا لذلك في مواطن كثيرة كان وجه الخلل فيها أو النقص أو الترجيح بلا مرجح حريا بالتنبيه والإشارة. Dhe vërtet ne e kemi çuar përpara punën në këtë vëllim sipas asaj që kishim përcaktuar dhe nuk e kemi pasur për synim kryesor këtë, as nuk kemi ndalur të ndjekim atë që është përmendur në librat e autorëve bashkëkohor me kritik, me korrigjim ose me koment, edhe pse në shumë raste çështja do ta meritonte këtë, pasi në to kishte shpeshherë mangësi, mungesë ose parapëlqim pa bazë, gjë që do të ishte e denjë për vërejtje dhe shënim. ذلك أن لا نرى وراء مثل هذا التنبيه نفعا يرجى وما بنا هنا أن نناقض البنا. Kjo sepse ne nuk shohim pas një paralajmërimi të tillë në një dobi të pritshme dhe qëllimi ynë këtu nuk është të kundërshtojmë ndërtimin. فقد قضت حكمة الله في خلقه ألا يستكمل علم الأشياء بالعقل الفرد. Urtësia e Allahut në krijesat e tij ka vendosur që dija e gjërave të mos plotësohet nga mendja individuale. وللقارئ المعني بإذن الله لسان سؤال لأهل الذكر وعقل فصول بين الصواب وغير الصواب. Lexuesi I interesuar me lejen e Allahut ka gjuhën e pyetjes drejtuar dietarëve dhe mendjen për të dalluar mes së drejtës dhe së gabuarës. Ka për qëllim autori që ai që lexon një material të caktuar, qoftë këtë ose në ndonjë lëndë tjetër, është gjithmonë interesuar të gjejë atë që është më e sakta në rast se has mospajtime ndërmjet autorëve të ndryshëm, dhe për këtë arsye, duke qenë nxënës dije, mënyra më e drejtë për drejtë për të arritur tek një vendim përfundimtar është pyetja ndaj atyre që janë në një nivel më të lartë në dije se sa ai në atë fushë, që kryesisht I referohemi dietarëve. وها نحن أولئك نلتمس الإنجاز الوعد كل ملتمس ونستوطي في نهاية المطلب ووعور المركب داعين الله مخلصين له الدين أن ييسر لنا من رحمته ويهيئ لنا من أمرنا مرفقا وأن يتقبلنا باستعمال جوارحنا في خدمة كتابه الكريم إنه ولي الخير والموفق له والقادر عليه. Dhe ja ku jemi ne duke kërkuar çdo mjet për të përmbushur premtimin, duke u përballur me vështirësitë e qëllimit dhe me ashpërsinë e udhëtimit, duke ju lutur Allahut me sinqeritet të plotë që të na lehtësojë nga mëshira e Tij, të na përgatisë nga puna jonë një mbështetje të dobishme dhe të na pranojë përmes përdorimit të gjymtyrëve tona në shërbim të librit të Tij fisnik. Ka për qëllim Kur'anin, ai është mbrojtësi I së mirës, dhënësi I suksesit për të dhe I plotfuqishëm për këtë. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dhe lutja jone e fundit është falënderimi I takon Allahut, Zotit të botëve. Al muallifun al ahad thamin Rajab 1420 hijriyya. السابع عشر من أكتوبر 1999 ميلادية الكويت. Pra këtë hyrje e kanë përpiluar autorët dhe është përfunduar në ditën e diel data 8 Rajab 1420 hijri sipas kalendarit hënor dhe që I korespondon datës 17 tetor 1999 sipas kalendarit diellor në Kuvajt. Pra kemi të bëjmë një grup autorësh nga Kuvajti, të cilët e kanë përfunduar punën e tyre në këtë datë, ndërkohë që hyrja që ata kanë përpiluar është një hyrje e cila është bërë në fillim të një pune shumë vjeçare. Për këtë arsye, ata shprehen shpeshherë që janë përballë një veprimtarie të lodhshme dhe që merr kohë dhe që kërkojnë të kenë sa më shumë sukses, ndërkohë që edhe thjesht ta kesh gati siç e kemi ne, dhe ta lexosh, ta studiosh, të mundohesh ta kuptosh, të mundohesh ta mësosh, apo ta përmbledhësh, apo çfarëdo lloj veprimtarie tjetër, edhe këto në vetvete konsiderohen të vështira. E jo më ta përpilosh vetë këtë lloj pune siç e kanë bërë këta autorët. Padyshim që ata meritojnë respektin ton maksimal dhe lutjet tona që Allahu t'i shpërblej. Po ashtu ne I kujtojmë shikuesit të na ndihmojnë si gjithmonë me nga një subscribe, like edhe share,
Ju përshëndesim të gjithë. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. خير من خلق